Nesër mbrëma pas orës 20 pas mbledhjes së Komitetit Ekzekutiv të VMRO-DPMN-s, zyrtarisht do të shpallet rikonstruimi i qeverisë. Edhe pse jo zyrtarisht qarkullojnë emrat dhe resorët që do të përfshihen me ndryshimin e kabinetit qeveritar, kryeministri Mickoski refuzoi të njoftojë se cilët do të jenë ata. Tha vetëm se ka marrëveshje parimore me partnerët koalicionar në qeveri. Ние не сме разговарали за персонални решения за имиња. Принципиелно имаме договор околу ресорите. Јас во минатото кажав, додека не се заврши седницата на извршниот комитет на партијата, нема да коментирам ниту ресори, ниту имиња. Почекајте до утре, до отприлика 20 часот, јавноста ќе биде подетално запознаена. Me rikonstruimin, siç dihet, do të përfshihet edhe ministri për politikë sociale, demografi dhe të rinj, Fatmir Limani. Asaj nuk dëshiroi të zbuloj detaje për atë që do të ndodhë me të, pasi tashmë është i sigurt largimi i tij nga ministria. Nuk është e rëndësishme pozicioni i Fatmir Limanit. Shumë e rëndësishme a kryejmë hapësirë për të rinjt këto. Sido që i tjetë unë i shoh gjërat në afat gjatë. Kur janë më larguar prej BDI-s, dikush mendoj se vdes, unë rilinda. Edhe sot kur jemi këtu, mendon dikush se Fatmir Limani me largimin e tij do të vdes, por ne rilindim përsëri me të vetmin qëllim. Për pozitën e ardhshme të Vlenit në qeveri, foli dje zëvendës kryeministri Bekim Sali, i cili tha se në të ardhmen ata do të kenë 6 ministri. Nga këto do të drejtojnë 3 ministri të reja, drejtësinë, kulturën dhe ministrinë për marrëdhënien ndërmjet bashkësive, ndërsa heqin dorë nga shëndetësia dhe politika sociale. Nga BDI-ja opozitare kritikojnë se kuadrot e Vlenit në qeveri nuk kanë treguar asgjë në dobi të shqiptarëve dhe prandaj sipas tyre nuk është e rëndësishme kush do të largohet e kush do të vijë me këtë rikonstruim. Pavarësisht se kush sa ministra do ketë, dhe sa pozita do ketë, ata do jenë ose realizues ose avokat të kësaj përzgjedhje programore të qeverisë. Kushdo nga ato ministra të emërohen ose të shkarkohen, ata do jenë vetëm vullnet i kryeministrit dhe i politikës partisë maqedone, po jo edhe vullnetit shqiptarëve të cilët në zgjedhjet parlamentare të vitit 2024 qartë nuk i dhanë mandat Vlenit për t'i përfaqësuar ata. Sipas informacioneve deri tani, përveç Limanit, nga qeveria largohen ministri i shëndetësisë Azir Aliu, Cvetan Tripunovski nga bujqësia, Igor Filkov nga drejtësia, Zoran Ljutkov nga kultura, Vesna Janevska nga arsimi, si dhe Ivan Stoilković nga Ministria për Marrëdhënie me Komunitetet, të cilën e merr një kuadër i Vlenit. Stoilković vetë shkroi se po largohet, ndërsa theksoi se ministrinë e lënë në gjendje të mirë, ku janë eliminuar të gjitha shpenzimet e panevojshme.